Ky rast frymëzimi për gjithë ju që po na ndiqni drejt për së drejti në televizionin News 24 do të trajtohet gjithësisht në këtë studio ditën e sotme fal zonjës Elona Proi, e cila është me mua në këtë studio, nëna e 2 fëmijëve adoleshent. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam njohur nga afër dhe të kam pjesë të rrëfimit të kësaj studioje dhe kjo fal edhe korrespondentit dhe kolegut Senad Nikshiqi. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit ju për prezencën në këtë studio. Do prekim sadopak atë ngjarje të rëndë që ka ndodhur me 8 tetor të vitit 2010. Por ti ke ditur, Elon, ti bësh ballë jetës tënde familjare, por je edhe në ndihmë të atyre personave të cilët aktualisht janë të ngujuar. Megjithatë, je nga ato rastet e rralla që drejtojnë kishën ungjëllore në qytetin e Shkodrës. Më flit pak si e mori këtë iniciativë, teksa bashorti yt ndroi jetë në mënyrë tragjike. Në fakt, dua që ta filloj fjalën time me një korrigjim nga inserti. Aty thuaj që të dyja familjet vazhdojnë të jenë gjakmarrje, në fakt nuk është, të dyja familjet janë të lira për shkak të një fjale që bashkëshorti im ka lënë përpara se të vritej. Ishte si një amanet i tij që ja la vllajt të vet që nëse ai do të vritej për shkak të gjakmarrjes, ne do të siguronim faljen. Pra ky është lajm. Ky është lajm ditën e sotme që po ma jep në mënyrë ekskluzive në këtë studio që të dyja familjet janë të lira. Megjithatë, do ta ndërpresim këtu për të vijuar më gjërësisht edhe me amanetin e bashortit tuaj të ndjer, por përballë jush dhe në krahun tim do jetë zonja Nexhmie Beqiri avokate. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përshëndetje. Unë u preka nga fjalët e zonjës, sepse ajo vjen në këtë studio pa bashortin e vet, i cili nuk është në jetë. Ka marrë përsipër të rrisi 2 fëmijët e saj, ka marrë përsipër në fundit të çojë si amanetin e bashortit të vet, i cili iku nga jeta padrejtisht për një gjakmarrje që është një primitivitet. Ka bërë një punë të suksesshme derisa të dy familjet janë në paqe, janë të lira, nuk vazhdo më gjakmarrja. I uroj që të gëzoj jetën e saj me 2 voglushët, me 2 adoleshentët tashmë tani. E vështirë të drejtosh në kishën ungjëllore, e vështirë ti thuash stop gjakmarrjes pro jetës, një iniciativë e drejt për drejt nga vetë zonja Elona, e vështirë është të përballosh jetën e vetme pa mbështetjen kryesore të partnerit tënd, por të rrisësh edhe 2 fëmijët e tu dhe ti jesh edhe ndihmë të komunitetit. Jeta është një sfidë. Unë ndonjëherë them që luma ai që ka shans të tregojë se kush është. Ky është një shans i bukur, sepse ka ikur bashorti, saj babai i 2 fëmijëve. Por në fundit është një shans për zonjën për tregojë se sa e zonja është ajo që ta përballojë jetën, të konfirmohet si një grua me sukses, një grua me kurajo, me guxim, me ndërgjegje shumë të lartë për familjen e saj, njëkohësisht për një interes të lartë shoqëror, duke qenë pjesë e asaj avagarde, pjesë atij komuniteti i cili lufton që gjakmarrja në Shqipëri të marrë fund. Edhe ka përmirësime nga statistikat, unë edhe dje kam lexuar shifra, që është një fenomen që vjen në rrallim dhe kjo është fal njerëzve që përpiqen kaq shumë, ashtu si zonja Elona apo dhe zotëria dhe të gjitha këto degëzime të fesë, të cilat kanë si qëllim në fundit ketë një paqe të përgjithshme për gjithë. Të falenderoj zonja Nexhi për t'i uruar mirëseardhjen, Angela Peza, psikologja jone e përhershme. Përshëndetje, mirë se erdhe, përballë ke një kolege tënden, por që dhimbjen e ka kthyer në forcë dhe jo vetëm në forcë, por një shembull frymëzimi për gjithë ata që duhet të ndjekin shembullin e kësaj familje dhe të kësaj zonje. Përshëndetje, mirë se u gjeta gjithëve, duke përgëzuar zonjën për nismën e bukur dhe kaq humane që ka marrë nga jeta apo nga historia e saj personale dhe këtë gjë e lëbon te komuniteti ku zonja qëndron. Kjo është një nga mesazhet më humane që zonja mund të jepte, zonja Elona mund të jepte një kontribut të vyer tek vendi për cilën i thot jo gjakmarrjes. Tashmë një fenomen shumë absurd për vitet ku ne jetojmë, se jetojmë në një kohë moderne dhe për aq kohë sa ekzistojnë ligjet ato të cilat penalizojnë individët që kanë devianca në shoqërinë ku ata rinë apo në këtë vend, sigurisht është ligji ai i cili ndëshkon. Jo më kot, unë do doja që të theksoj edhe diçka tjetër,
se ky fenomen i gjakmarrjes ka ardhur për shkak të tranzicionit të shumë që ne kemi në normat tona kulturore. Në kohët ku ne kishim politikën tonë, kishim komunizmin, sigurisht që ky fenomen nuk ekzistonte, sepse ndëshkimi ishte i tij skajshëm dhe nga ana e regjimit politik, por në këtë rast do të thoja që unë e shikoj ashtu sikurse do doja të dëgjoja dhe zonjën Elona, është një tranzicion i normave kulturore që po ndodh gjithmonë më shumë në vendin tonë dhe në shoqërinë ku ne jetojmë. Ne do ta njohim nga afër zonjën Elona, thash edhe një herë është një kënaqësi e jashtëzakonshme që të kam në këtë studio si një shembull i jashtëzakonshëm për gjithë ata që po na ndjekin në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Besoj se janë shumë ato nga qyteti i Shkodrës dhe ma konfirmon kolegu im dhe ndalojmë së bashku Elon tek momenti më tragjik i jetës tonë. Do flasim pak për 8 tetorin e 2010 si e more vesh lajmin e ekzekutimit të bashortit tënd. Ndërkohë, si ka rrjedhur ngjarja e dyja familjeve që tashmë jetoni të lira për shkak të amanitit që la i ndjeri bashkëshorti yt. Por me sa informacion kam unë, pikërisht viti 2010 e kishte zanafillën që nga viti 2005 në mos gaboj. Çfarë ndodhi me dy familjet? Unë jam si vajzë nga Vlora edhe fenomeni gjakmarrjes ishte një absurditet edhe nuk kuptoja në të vërtetë se çfarë do të thoshte edhe cilat janë pasojat e tyre. Duke qenë bashkëshortja një pastorin, një kishë ungjillore në Shkodër, përballesha me shumë familje dhe kryesisht shumë gra, të cilat ishin të lira për të dalë nga shtëpia dhe për të siguruar pak ushqim për burrat që rinin të ngujuar. Në atë kohë nuk e kam kuptuar në të vërtetë se çfarë sa i thellë edhe sa tragjik është një fenomen i tillë, deri në momentin kur unë vetë u bëra pjesë e kësaj tragjedie shoqërore në qytetin e Shkodrës. Në vitin 2005, në një konflikt e sipër, xhaxhai i bashkëshortit tim vrau një djalë dhe që nga ai moment të gjithë meshkujt e fisit, jo vetëm të familjes së ngushtë, por gati në 4 breza u ngujuan për shkak të këtij krimi që edhe pse jo të gjithë ishin dakord me këtë krim, për shkak të kanunit të gjithë duhet të ngujoheshin. Ishin 25 meshkujt të familjes së bashkëshortit, të cilët u ngujuan atë moment dhe i pari që do të gjenden në rrugë do të ishte targeti i gjakmarrjes nga familja tjetër. Vetë si një grua që vi prej jugut të Shqipërisë, aty kuptova në të vërtet pasojat e fenomenit të gjakmarrjes. Për shkak të kësaj ngjarje të 2005-s që ju po e rrëfeni dhe 25 burra nga fisi i bashkëshortit tuaj u ngujuan, bashkëshorti juaj çfarë bëri ndjerin atkohë? Në fillim u ngujuam të gjithë. Madje edhe djalim 4 vjeçar në atë kohë duhet të ngujohej derisa të kuptonim se kush do të ishte i lirë, kush do të konsiderojë fajtor dhe kush jo, pavarësisht se jo të gjithë morën pjesë në krimin e bërë. Elon, pse nuk u quajt thjesht një krim, po duhet kaloni deri dhe në ngujim? Sepse në qytetin e Shkodrës është një mentalitet, është një mendësi që në momentin që dikush vre dikë tjetër, automatikisht edhe nëse qoftë edhe aksidentalisht? Nuk ndodh fort, ndodh në momentin kur krimi kryhet me armë. Domethënë kjo është një nga kushtet. Dhe në atë moment automatikisht, edhe nëse ti ke fjalë nga familja tjetër apo jo, të gjithë meshkujt duhet të ngujohen deri në një lajm të dytë, deri në dërgimin e pleqjve, të pajtimit apo diçka tjetër, deri në atë moment qëndroni ngujuar. Bashkëshorti im si gjithë meshkujt e tjerë ngujua, edhe pse ishte pastor i kishës, shumë takime që ne bënim, i kthyhem në shtëpi dhe njerëzit vinin në shtëpi, për shkak se ai nuk ishte në gjendje të dilte jashtë dhe mbas 3 vitesh e gjysmë ne patëm mundësi përmes miqve të ndryshëm të shkonim në Angli, edhe menduam se do të fillonim një jetë tjetër atje, të qetë normalisht, menduam se gjakmarrja nuk do të na kapte, nuk do të na arrinte deri në Londër. Por ishte vetëm pas 2 muajsh kur bashkëshorti më thotë që do kthehemi mbrapsht. Do shkojmë në Shkodër sepse ne duam të qëndrojmë atje edhe jo vetëm për kishën, por edhe për ta përballur këtë fenomen edhe për ta sfiduar në një farë mënyre. Kur kthehemi, ai merr vendimin që nuk do të qëndrojmë më i ngujuar në shtëpi, do dali jashtë, do të shërbej Zotit në atë komunitet edhe do të mundohet
të tregoj që koncepti pafajësisë nuk është ai që kanuni lekdukagjinit apo që fenomeni gjakmarrjes tregon. Domethënë pafajësia ka një kuptim tjetër nga ai çfarë neve na tregohej në komunitetin ku jetonin. Ishte një vendim individual për t'i dhënë shembullin të tjerëve apo ishte një vendim që me sa duket respektoi dhe palën tjetër për t'i thënë stop gjakmarrjes brenda ngujimit të burrave të familjes së tij? Në fakt, në mentalitetin e familjeve të ngujuara, kjo nuk do të konsiderojë një respekt. Edhe ky ishte një vendim individual që tani mori vetë, edhe ishte diçka që e kishte në zemrën e tij, nuk mund të shpjegohet në arsye tim, kjo është marrëzi. Të dalësh edhe të sfidosh vdekjen nëse arsyeton edhe mendon. Madje ka pasur oficer të shumë policie që do t'i thoshin çfarë po bën, pse ri për jashta, ti duhet të jesh brenda, kjo është marrë që po bën ti. Me kë ndau i ndjeri bashorti yt këtë vendim? Me mua. Me ty. Po. Si e peshuat? Në fakt, si e mendua të dy bashk, si e poqët të dy bashk? Unë nuk kisha një të menduar në këtë, sepse ishte vendimi ti, edhe unë isha në këtë, isha si në mes të dy zjarreve. Së pari kisha frikë për jetën e tij dhe së dyti kisha frikë se mos ndalja atë thirrje që ai kishte mbi jetën e tij. Domethënë, nuk dija se në çfarë ane të pozicionohesha dhe në heshtjen time fillova që të studioja, të lexoja raste se si mund të mbrohet dikush që është targeti i gjakmarrjes. Kam lexuar shumë raste të tilla dhe një prej tyre ishte nëse personi që do të vritet për gjakmarrje është i shoqëruar nga fëmijët apo nga bashkëshortja, gjaksi nuk do ta vrasi sepse nëse kjo ndodh në sy të tyre, gjaku nuk falet kurrë. Kështu që për një vit rresht, bashkëshorti im çdo ditë ka dalë jashtë, edhe kjo nuk ishte për të mos respektuar familjen tjetër. Ne në fakt kemi ndjerë shumë dhimbjen e familjes sepse ne besojmë që askush nuk e ka të drejtën për të marrë jetën, askush nuk e ka çfarëdo lloj gjëje që të ndodhi, e drejta për vazhdimsinë e jetës nuk i është dhënë njeriut në dorë. Kështu që ne nuk binim dakord edhe jemi munduar që të ndjejmë dhimbjen e familjes tjetër. Dhe fakti që bashorti im doli për jashtë nuk e bëri për të mos respektuar familjen, por e bëri si ai ishte si një luftëtar i një ushtrie të tërë për të ndaluar fenomenin e gjakmarrjes. Elona, përgjatë kohës që bashorti yt doli për ta dhënë këtë shembull të mirë, shembull të cilin e trashëgoni ju sot, do doja të dija, ti me profesionin tënd si psikologe, por që nuk e ke ushtruar asnjëherë këtë profesion, me ato leximet që më the pak më përpara, duke i ditur se çfarë do të thotë brenda një emocioni fjala frikë. Si e mposhte këtë frikë? Apo ekzistonte në doza të vogla tek ty? Në fakt, unë u bëra psikologe mbrapa. Në kohën që bashkëshorti im u vra, 2 javë më mbrapa, unë mora vendimin që të shkoja të studioja për psikologji, edhe kjo nuk ishte një nismë për të bërë namin në botën ku jetoja, por doja thjesht të kuptoja fëmijët e mi dhe veten time. Ky ishte i vetmi qëllim që unë hyra në studimet e psikologjisë. Në fakt, përveç frikës, paralelisht qëndron edhe guximi. Të kesh guxim nuk do të thotë që ke mungesë frike. Guximi nuk është mungesa e frikës, por është një forcë që te kalon frikën duke besuar që ajo që ti do të arrish është më e madhe se frika që ti ndjen brenda teje. Edhe unë mendoj që tani ishte i guximshëm. Edhe ishte një shembull përpara syve të mi për të thënë që edhe për të më treguar që jeta është e shkurtër dhe nëse ne do të fokusohemi në frikën që kemi brenda vetes, nuk do të dalim nga shtëpia. Sepse gjërat me të cilën ne në Shqipëri përballemi, siguria e jetës është shumë e vogël dhe jeta nuk ka vlerën siç ka në vendet perëndimore. Kështu që do të na bënte ne të ngujoheshim në shtëpitë tona, të mos dilnim sepse një makinë mund të na shtypi, diçka mund të na ndodhi, por në fakt guximi është të kalosh këtë frikë sepse beson që ajo që ti do të arrish është më e madhe se frika që ti ndjen brenda. Dhe ndërkohë si u përjetua lajmi 8 tetori 2010 tek ty? Si e mësove ti lajmin? Unë dola vetë për ta kërkuar në për rrugë, sepse pas një telefonate nga një nga besimtarët e kishës, më morin telefon e më pyeti kush pastori, tani ishte duke dalë nga kisha për të marrë fëmijët, të 2 fëmijët e prisnin në rrugë, të dalë nga shkolla,
Ndërkohë që unë i bija telefonit pa fund, nuk isha një përgjigje dhe aty fillova të kisha ndjesi që diçka e keqe ka ndodhur. Fillova të kërkoja në për rrugët e Shkodrës derisa policia më tregoi çfarë kishte ndodhur. Unë nëse unë do ta dija më përpara, këtë gjë që do ndodhte do të vrapoja me të madhe, sepse kur njeriu ka një paradije të gjërave që ndodhin, duket sikur ndihet i pafuqishëm për të përballuar këto gjëra, por në fakt kur je në mes të atyre gjërave. Unë mendoj që Zoti që ka krijuar njeriu, e ka krijuar atë me mekanizma për të mbrojtur veten dhe për të ngritur mbi tragjeditë që ti je pjesë. Disa njerëz kalojnë këto tragjedi, disa ngecin edhe kanë një ngërç në atë që ndodh, edhe kjo nuk është për shkak se mekanizmat nuk ekzistojnë brenda qenies njerëzore. Kjo ndodh për shkak se njeriu zgjedh të mos i përdor këto mekanizma. Kë bën fajtore Elona për vdekjen e Dritanit? Asnjë. Unë në fakt personin që vrau bashkëshortin tim e konsideroj si viktim njësoj si bashkëshorti im. Vetëm se ai është një viktim e gjallë dhe bashkëshorti im është një viktim që nuk është këtu sot. Vrasja e pastorit apo vrasja e bashkëshortit tuaj, a ishte një vrasje paralajmëruar dhe mund të parandalohej? I vetmi paralajmërim ishte fakti që ne ishim në gjakmarrje, vetëm kjo, por jo një paralajmërim tjetër që familja tjetër po kërkonte në mënyrë intensive për të marrë gjakun mbi pastorin. Për shkak se nëse do të shikojmë kanunin e Lek Dukagjinit, një nga ligjet në kanun është që vrasja e klerikëve ndalohet kategorikisht dhe vrasja e Tanit ishte e vetmja vrasje mbi klerik në histori. Kështu që në një farë mënyrë unë brenda vetes time shpresoja që kjo s'do të ndodhte sepse familja tjetër do të respektonte kanunin. Por në fakt shohim shumë histori dhe shumë ngjarje që kanuni është thjesht një pretekst. Është më tepër një vetgjyqësi apo një pabesueshmëri e individëve për t'i besuar shtetit, për t'i besuar sistemit gjyqësor në Shqipëri, që ata do të vendosin drejtësinë në vend, dhe kështu që familjet ngrihen për ta vendosur vetë drejtësinë në vend, por jo që zbatojnë kanunin. Elon, kur bëra pyetje na duhet ishte parandaluar vrasja e një pastori apo vrasja e bashkëshortit tuaj, kisha parasysh organet dhe agjensitë ligjzbatuese. A duhet ishin ato në shërbim të familjes tuaj dhe të kauzës së bashkëshortit të ndjerë? Po, mund të monitorohej bashkëshorti juaj në lëvizjet që ai bënte dhe të parandalohej kjo vrasje e tij? Si mendon? Në fakt në kushtetutën shqiptare ekziston një ligj që nëse dikush kërcënohet për vrasje, personi që kërcënon duhet të jetë në burgim. Jo, dhe personi që e kërcënon duhet të kalojë dhe duhet të burgoset. Por në fakt unë mendoj që shumë nene të kushtetutës shqiptare nuk kanë shumë fuqi mbi këtë lloj fenomeni dhe e kam parë që edhe qeveria jonë për shumë vite me radhë nuk e ka pranuar fenomenin e gjakmarrjes që ekziston në Shqipëri. Dhe kjo është për shkak të një pafuqie për ta mpostur këtë lloj mentaliteti. Është një mentalitet i një shoqërie të tërë dhe instancat shtetërore ndihen të pafuqishme sepse shikojnë që ka një ligj paralel me ligjin shqiptar dhe ky është kanuni Lek Dukagjinit. Dhe nëse sistemi gjyqësor nuk do të japi shembuj konkret për vrasjet për gjakmarrje, atëherë ky fenomen do të vazhdojë derisa njerëzit të kuptojnë që kanë dëshkim nëse dikush vret për gjakmarrje. Në fakt, zona e Shkodrës, unë do flas edhe me kolegun tim pak më vonë, dhe rrethinat e saj janë për fenomenin e gjakmarrjes është edhe zona më e ashpër apo më e egër në zbatim të kësaj që ju thoni të kanunit, gjakmarrjes apo edhe ngujimit. Dua të ndaloj pak në momentin e rimëkëmbjes tënde. Kur i the vetes tënde, Elon, që stop tashmë, unë do dal jashtë atij procesit të zis, do vazhdoj rrugën e bashkëshortit tim dhe më pas do flasim deri tek iniciativa e fondacionit tënd. Në fakt, ne si familje e dham faljen familjes tjetër që në ditën e tretë pasi Tani u vra. Kush e mori iniciativën? Më fol pak për këtë
moment kaq të bukur, se ky është moment frymëzimi për gjithë ata që na ndjekin. Në fakt ishin televizionet të shumta që erdhën në shtëpi dhe pyetja e parë ishte çfarë do bëni ju për vrasjen e pastorit. Edhe në këtë komunitet gruaja nuk ka fuqinë e fjalës, edhe në një farë mënyrë gruaja qëndron jashtë procesit të pajtimit edhe të gjithë të tjerëve, sepse është një vendim që u përket vetëm burrave. Dhe kjo pyetje nuk ju bëj grave, duke ditur këtë gjë, kështu që ju bëj burrave dhe vllai tani u pyet çfarë do bëni ju për gjakun e pastorit. Dhe në fakt ishte një koincidencë shumë e bukur që tani kishte folë me vllajën e vet, duke i lënë këtë amanet që nëse unë vritem për gjakmarrje, më premtoj që ti do të falësh gjakun tim. Edhe vllai tani të tha direkt 3 ditë më mbrapa që ky është amaneti tim vllai dhe unë do të mbaj amanetin e vllait tim. Më mbrapa për mua si grua dhe si nëna e fëmijëve që ishte vrar babai, kjo ishte pjesa më e vështirë. Unë mund të merresha dhe mund të përballoja që dikush ka vrarë bashkëshortin tim, por nuk mund të përballoja dot që dikush ka vrarë babain e fëmijëve të mi. Ishte falja fillestare ishte e jashtme, ishte sepse duhej dhe unë besoja në parimin e faljes, por brenda zemrës time ishte shumë e vështirë që unë ta çliroja këtë gjë. Dhe ishte një moment kur i mbir më pyet për gjykatën e apelit dhe më thot, "Oma, çfarë është kjo ndërtesë këtu?" Edhe ndërsa unë i them, është gjykata e apelit, edhe ai më kërkon më shpjego çfarë do të thotë gjykata e apelit. Edhe unë i them, "Gabriel, nëse një familje nuk është e kënaqur me dënimin që merr një kriminal, ata e sjellin këtu të japin akoma më shumë dënim." E isha plot hidhërim edhe plot hakmarrje brenda zemrës time. Edhe Gabrieli më thot, "Mos sa gjuna kriminalët?" Edhe unë i them, "Pse po thua ashtu, sepse nëse ata do të jenë përjashtë, do bëjnë vrasje të tjera, edhe do bëjnë krime të tjera." Edhe ai më thot, "Po ata persona që kanë bërë vetëm një krim, edhe nuk kanë pasur një shans të dytë." E Gabrieli ishte vetëm 10 vjeç në atë kohë. Edhe ishte hera e parë që mbas 6 muajsh unë i them Gabrielit, "Gabriel, çfarë do bëje ti me djalin që vrau babin tënd?" Unë si nën, po përpiqesha të bëja çdo gjë që ishte e mundur në mënyrë që kur djali im të rritej, të mos thoshte si nuk isha më i rritur, që kur babi im u vra, të bëja diçka tjetër. Edhe unë po sigurohesha që të bëja çdo gjë të mundur, që në fund, kur djali im të rritej, të thoshe, "Gabriel, unë bëra gjithçka." Por qëndrimi i zemrës Gabrielit më shokoi, sepse nuk ishte ajo që unë po përpiqesha të bëja. Edhe në momenti kur ai më thot, "Po kriminalët që kanë bërë vetëm një krim." Edhe unë kur unë e pyes, "Djali që vrau babin ka bërë vetëm një krim dhe ai është brenda, ati nuk ishte dhe një shans tjetër, çfarë do bëje ti?" Edhe Gabrieli më thot, "Oma, unë do ta falja, sepse Zoti na ka mësuar të duam armiq tan, edhe i vetmi armik që ne kemi në gjithë botën është ai djalë, pse të mbajmë në hidhërim?" Për mua kjo ka qenë momenti që më ka ngritur në këmbë, sepse e kam parë veten shumë të vogël përpara djalit tim. E kam parë djalin tim një mësues mbi mua. Edhe unë djeva e vogël dhe thash, "Kush jam unë nëse ky fëmijë është gati të thotë unë do të fal vrasjen e babit tim, kush jam unë atëherë që unë të mbaj hakmarrjen, urrëtitjen." Edhe kam kuptuar që vetëm në momentin kur ti jep faljen, kupton se në çfarë burgu pas ke jetuar. Ndërsa qëndron në këtë lloj urrëtie, urrëtia dhe dashuria janë të dyja energji brenda nesh, por ndërsa qëndron në urrëtie, nuk e kupton kur se në çfarë burgu ke hyrë. Edhe është një shprehje që thotë, "Mos falja si të pish helmin e të presësh dikë tjetër që të vdesi." Dhe në këtë çast, në mes të rrugës në Shkodër, për mua unë kam ndjerë një prekje në zemër dhe kam thënë, "Kush jam unë do të falë." Dhe kjo ka qenë momenti i ngritjes time dhe i restaurimit tim. Edhe njëherë, ashtu se që bëra komplimenta dhe kënaqësi që të kam në këtë studio, duhet ta kuptoj dhe teleshikuesi që kjo nuk është një propagandë mediatike, kjo është një rrëfim ekskluziv që vjen nga njerëz me zemër të madhe dhe kam fatin e madh që këtë pastore unë e kam në këtë studio për të rrëfyer në këtë pjesë të parë dhimbjen teksa humbi bashortin e saj dhe si u ri më këmbë. Në minutat në vazhdim, përpara se të ndjekim hapësirën publicitare, do rikthehemi miqtë e mi me gjëra të bukura që ka zonja në fjalë për të rrëfyer të gjithë ju, se sa e bukur është jeta dhe si duhet ta shijosh atë nëpërmjet një iniciative që ajo ka marrë. Do të na ndiqni vetëm pas pak sepse është momenti një hapësire publicitare.
Jemi rikthyer miqtemi në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, tashmë me pastoren Elona Proi. Elon, do të flasim pak për momentin e bukur të jetës tënde, kur si e vetmja grua në drejtim të një kishe ungjëllore. Dhe tashmë je pastore. Për sa kohësh? Po, janë 6 vjetë, edhe në fakt është e bukur, por ka dhe sfida. Në komunitetin ku ne jetojmë edhe kemi kishën është një komunitet shumë patriarkal, edhe në kryet të kishës, në kryet të xhamis, është gjithmonë një burr, një prift, edhe është më lehtë të dëgjohet sepse fjala e burrit rëndon më shumë. Në fakt, në momentin kur unë vendosa në kryet të kishës, ishte vetëm 40 ditë pas ikjes së Tanit, edhe unë isha e humbur për veten në fakt, edhe nuk ishte diçka që unë e kërkoja, e doja, ishte diçka që mu dha, edhe arsyeja pse unë pranova është për këtë fakt që unë mësova prej Tanit, që jeta është e shkurtër, edhe nuk ka kohë që të merresh me gjëra të vogla, nuk ka kohë për të humbur, por nëse ke diçka në dorë për të bërë, bëje shpejt. Edhe Nën Tereza ka qenë një ndër frymëzimet e mia më të mëdha që nuk ka rëndësi sa di, njerëzit duan të dinë se sa ti bën për ta dhe sa shumë dashuri vendos në ato gjëra që bën. Dhe kjo ishte arsyeja pse unë pranova që të isha në krye të kishës. Në fillim ishte sfidë, ishte vështirë, por mendoj që gjërat kanë ndryshuar edhe jeta flet më shumë. Kush të ka përkrahur më shumë në këtë iniciativë, për në momentin e parë që more vendimin? Kush ishte personi që më mbështeti më shumë? Gjithë kisha. Dhe për mua kjo ishte një ndër arsyet apo shkaqe që konfirmuan atë gjë që unë duhet të bëja. Sepse është e kohë të vendosesh si lider në krye të një komuniteti që nuk të dëgjon apo që nuk beson në aftësitë tuaja drejtuese. Kështu që për mua nëse përbashkësia atyre njerëzve aty nuk do të pranonin këtë gjë prej me, do të ishte kohë të isha aty. Kështu që gjithë kisha fjala e Krishtit në Shkodër. Po ti u vure përballë miratimit të tyre, po ma thua në këto momente, a kishte dilema Elona apo pastoria përballë këtij komunitetit të cilët të mirëpritën? Në fakt kisha dilema për veten time, nëse isha unë aftë për ta bërë këtë gjë apo jo, dhe për një vit të tërë. Jo, duhet ta bëje apo jo? Që duhet ta bëje ishe e mirë përgatitur me veten. Pa do të pranonin ata? Jo, nuk kisha dilemë nëse ata do të më pranonin apo jo, për shkak se kisha ishte familje dhe humbja e Tanit ishte humbje dhe për ta. Dhe në atë moment unë isha gjysma e Tanit e mbetur. Për shkak se burri dhe gruaja ne besojmë që janë një të vetëm. Kështu që nëse gjysma iku, nëse Tani iku, unë isha gjysma e Tanit e mbetur. Dhe nuk e dyshoja këtë gjë, nëse njerëzit aty do të më pranonin mua apo jo, por e vetmja gjë dhe vetmja sfide ime ishte a duhet jetë një grua në drejtimin e një kishe, dhe për një vit të tërë unë kam luftuar për identitetin tim dhe kam luftuar me veten time brenda, nëse kjo është ajo që unë duhet të bëj apo jo, nëse unë i kam aftësitë edhe nëse kam gjinin e dur për ta bërë këtë gjë apo jo. Dhe me bilancën që bëjmë mbas 6 viteve, ku jemi? Është fantastike. Dhe unë do të shtoja këtu, nuk është për shkak të aftësive të mia, nuk është për shkak të inteligjencës apo gjërave të tjera, por është nëse ti e caktuar dhe thirrur për një gjë të caktuar, dhe nëse ti bindesh për ta bërë atë gjë, gjërat do të shkojnë mirë. Pra ti e thirrur për ta bërë këtë gjë apo jo? Po, unë besoj që po. Ti beson që po. Ndërkohë duat ndaloj tek Senati dhe autoriteti pa diskutueshëm në qytetin e Shkodrës i kësaj pastoreje të jashtëzakonshme, një shembull frymëzimi për gjithë ne dhe krenari që e kemi së bashku në mesin ton për diskutuar gjërë dhe gjatë, jo vetëm për dhimbjen e familjes Proi, por dhe si kanë thënë stop kësaj dhimbje dhe dhimbjen e kanë kthyer në forcë. Më flit pak si është autoriteti pastores në Shkodër, çfarë flasin qytetarët shkodran? Atëherë unë do ta nis pak nga Elona, është me të vërtetë e rrallë historia e saj, jo vetëm për misionin që ka ndërmarrë, për atë që ka ndërtu me 2 fëmijët e saj, me pjesën tjetër të fisit bashkëshortit të saj, por është e rrallë edhe në gjithë qenien e saj dhe në gjithë atë që bën në qytetin e Shkodrës, sepse ndryshe nga Elona ne kemi patur raste kur gratë janë maskuar si burra dhe kanë marrë armën për të vrarë në zonat ndryshme. Ka ndodhur edhe kjo, ndonë se jo një masë shumë të madhe, po ka ndodhur.
apo ka në familje tjera, nuk e di se në çfarë numri, por që e di që ndodh ku gratë, nënat, motrat të afërme nxisin në raste për t'u hakmarrë, për të marrë gjakmarrje. Ka raste që nxisin, ndodh edhe kjo dhe Elona është një tjetër model. Është shumë e vështirë që t'jesh, që të falësh, ta pranosh edhe të vazhdosh të lullëzosh në jetën tënde. Dhe shumë prej tyre e vuajnë shumë gjatë deri në momentin që hakmarrin apo që kryejnë gjakmarrin, atëherë quajnë veten fitimtare shumë prej tyre. Dhe rastet besoj që janë shumëta, pra nuk ndjehen mirë deri në momentin që gjaku merret dhe kjo është përhapur edhe tek femrat, kryesisht flasim më shumë për zonat malore, është më i përhapur ky fenomen. Ndërkohë që do thoja që pas luftës civile, nëse mund ta quajmë kështu, të vitit 1997, në Shqipëri ose në zonat kryesisht veriut, ku është i përhapur fenomeni i gjakmarrjes, janë mbi 200 vrarë nga fenomeni i gjakmarrjes. Hakmarrje, nder dhe gjakmarrje, të cilat besoj shkojnë së bashku, janë mbi 200 vrarë, janë afro 6500 persona, afërsisht, nëse mund ta themi kështu, që janë të ngujuar nga ky fenomen. Dhe nuk e di, mbase kjo vjen nga mungesa një shteti dur ligjor dhe si që Elona e tha, kanuni sot përdoret për pretekst, sepse po të zbatohet në gjitha rregullat e tij kanunit, paktën nuk do të kishim kaq shumë vrarë. Thjesht është një pretekst, është një kamuflim për të arritur më pas në gjakmarrje. Si është perceptimi për Elonën si pastore, por edhe si ajo gjysma tjetër e Tanit në drejtim të kishës ngjyllore, duke ditur që zona e Shkodrës është zona më problematike për gjakmarrjen, nguimin, por njëkohësisht edhe për shkak të mentalitetit që vetë pastoria na e tha pak më përpara që në drejtim të institucioneve fetare janë gjithmonë burrat. Natyrisht që në momentin e parë kur kjo ka ndodhur, nuk është shumë e lehtë për ta pranuar, por Elona besoj me punën e saj, misionin e saj të përditshëm e palodhur, asnjëherë ka arritur që të krijojë autoritetin e një femre të fortë, një femre që ditë luftoj në gjitha ditët e saj edhe të fitojë autoritet edhe tjetë këtu në mes nesh. Kjo Elonë që ne e shohim edhe sot në studio dhe patjetër që gëzon respektin e gjithëve, jo vetëm thash për gjithë misionin e saj, por edhe të qenit në krye të kishës ungjillore në Shkodër, gjë të cilën besoj nuk e shohim shumë shpesh. Sena, do doja të bëja një pyetje. Kaq thjesht u prit Elona në krye të kishës ungjillore, duke ditur jo Elonën përballë komunitetit se ajo perceptimin e vetë dha pak më përpara. Unë do doja atë të publikut që ti prek këta njerëz, këta shkodran për ditë. Çfarë thanë? Kishte njerëz që edhe mund ta paragjykonin ose jo paragjykim, por që nuk kishin besimin se do vazhdonte të ishte gjysma më e mirë e Tanit? E thash, në raste të tilla, në momentet e parë duken si, nuk e di, si të çuditshme, si e kupton është e vështirë që ti pranosh, por fal punës saj ka arritur që ta thej këtë tabu, ka arritur që ta thyej këtë mentalitet dhe ta rri deri në ditën e sotme. Natyrisht që besoj se nuk e kam pasur të lehtë, nuk flas vetëm për komunitetin e kishës ungjillore ku Elona bën pjesë, por edhe në gjithë pjesën tjetër. Natyrisht që s'ka qenë shumë e lehtë, por natyrisht me vullnetin dhe dëshirën e saj ka arritur që ta thyejë dhe t'jap një model tjetër që mund ja dalë në krye. Po, ndërkohë unë do doja që në këto momente të gjithë së bashku të prisnim një telefonatë drejt për temën dhe personazhin shumë të nderuar që unë kam të ftuar ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Emir presim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje nderuar. Po, ju dëgjojmë zotri. Jam me Dizeladini nga Zvicra. Po? Një mërgjimtar 20 vjeç. Më preku edhe më gëzoj shumë fati, gjesti i kësaj heroine që vika nga Vlora e martuar në Shkodër, për gjestin e saj aq heroik, aq patriotik, aq besimtar edhe ndaj Zotit, nuk di se si ta përshëndet për vetë t'i uroj të gjitha të mirat në jetë asaj dhe gjithë familjes së tyre, por edhe gjithë popullit shqiptar. Unë jam një familje që e kam pësua vetë me humbjen e vllaut tim të pafajshëm, pa asnjë pik fajs. Dhe nga tresa jo, nëse ta quajmë nga tres,
nuk ka zgjatur as 3 minuta. Kjo nga ana ime që ma lëshojt babaj në dorë, nëpërmjet telefonit, në rastin ta zgjedhi unë e kom falur për 3 minuta. Mirë po, mediat tona shqiptare në Maqedoni, të cilët janë të verbuar nga interesat vetëm ku kanë përfitime, që ofshin edhe parti, që ofshin edhe shumë intelektual, të cilët rinë me vesh të shurdhur nda interesit të përgjithshëm të kombit. Nuk e ban, nuk dhan as në media, nuk e reklamu si një gjestë të minjët për që ndihmojnë të tjerë të cilët janë të ngujuar. Unë shpesh i ndjek emisionet të ujevis. Pra, jam i gatshëm që të përbalem një mundësisht në emisionin tuaj, me që ju më keni edhe një hak mu. Unë ju këm kërkua një herë një IBAN numër të konto numër të një banke. Që unë një familje diku me 7-8 fëmijë të ndihmoj diçka, edhe aj numër nuk më erdhi. Po e lam, le tjetë e kaluar kjo. E visë, unë edhe një herë ju përshëndes, edhe emisionin tu, edhe atë motër të madhe që do që bashkëngjes në Amperezës. Shumë falemderit. Falemderit ju që në ndishtë një drejt për së drejt i jashtë kufimve të Shqipërisë, aty ku keni emigruar, ndoshta edhe për shkak të gjakmarrjes që ju përmendët ditën e sotme në këtë transmetim të emisionit, në nderim të kësaj zonje të nderuar që unë e kam kënaqësi që e kam në këtë studio dhe është shembull frymëzimi edhe për mua. Do doja ndaloja pak tek Senati dhe do kthehem tek fondacioni juaj. Krijimi i një fondacioni që më sa duket ka shumë me thënie dhe për cilin ne do flasim gjërësisht. Senat, në fakt ne bashkëbisedojmë gjatë të dy bashk, për shkak se në muajin dhjetor ju keni bërë një shkrim për gazetën Panorama dhe keni vajtur në një familje të ngujuar. Do doja të dija, si ndjehen këta të ngujuar brenda atyre mureve dhe nuk e dia, i referoni ju këta të ngujuar dhe tek pastoria dhe roli i Elonës në këto familje? Natyrisht që e kanë shumë vështirë. Nuk njehen as pak mirë njëjën e tyre, sepse shkrimi cilit ju i referoheni, djali i shtëpisë i madhi në kohën kur ka ndodhur ngjarja ka qenë rreth 13 ose 14 vjeç, 12, diçka e tillë. Dhe sot ai është 30 vjeç, 30 e ca, është rritur, është burruar, është martuar, natyrisht ka krijuar familjen e tij dhe ai sot ka një djalë 2 ose 3 vjeç, diçka e tillë, i cili vazhdon që të jetë edhe ai i ngujuar së bashku me pjesën tjetër të familjes. Pra nga një moshë adoleshente është rritur, ka krijuar familje dhe sot edhe djali i tij absolutisht pas një lloji faji vazhdon që të jetë i ngujuar dhe nëse kjo punë nuk merr një zgjidhje, nëse dy familjet nuk gjejnë rrugën e pajtimit, atëherë edhe djali i vogël besoj që do të rritet në këtë lloj fryme. Natyrisht pa patur asnjë lloj faji dhe kjo vjen natyrisht nga mungesat, siç e thash edhe më përpara, duhet ta theksoj fort një shteti ligjor. Ne në kodin penal avokatja mund ta di kemi një nën ku përveç hakmarrjes dhe gjakmarrjes që janë së bashku që tashmë është bërë me 30 vite, burgim ka dhe një nën tjetër që pak më poshtë, që për atë që ngujon mund të dënohet deri në 3 vite burg. Pra, ka qenë gjobë dhe deri në 3 vite dhe sot është vetëm deri në 3 vite burg dhe përveç të arrestuarve dhe dënuarve për gjakmarrje, ne nuk kemi asnjë rast nga këto familje që ngujojnë të tjerët të dënuar, ndërkohë që numri i ngujuarve është shumë i lartë. A kemi statistika të sakta për Shkodrën dhe rrethinat e saj, Senat? I referohemi policisë, prokurorisë, gjykatës? Atëherë, prokuroria, policia, gjykata, shërbimi social, pushteti vendor, avokati, populli, institucionet tjera, gjitha bashk nuk kanë shifra të njëjta. Të gjitha raportojnë shifra të ndryshme dhe ky është një problem i madh që në këtë vend ky është fenomen shqiptar zakonisht. Askush nuk e ka seriozisht për ta zgjidhur fenomenin e gjakmarrjes, sepse përveç shtetit askush tjetër nuk e ka në dorë. Rastet e Elonës apo familjeve që pajtohen janë shumë të pakta se ato që vazhdojnë. Kemi familje që janë 20 vite në hasmëri që vazhdojnë të jenë
t'jenë në hasmëri dhe janë, nuk e di, mund t'jenë rreth dikun 60-70 familje. Senat, nga përvoja e jote duke vajtur familje më familje, se do pyes edhe Lonën pak më vonë, kush përveç ngujimit dhe mos funksionimit të shtetit shqiptar në lidhje me lirinë e këtyre njerëzve, kush është brenga më e madhe e tyre? Se ju folët për rastin konkret që unë i pyeta dhe e kam lexuar vetë personalisht shkrimin në gazetën Panoramë. Po, e ngujuar, ose ndalojmë tek djali adoleshent, siç ka qenë edhe djali i zonjës Elona dhe bashkëbisedimin që patëm përballë gjykatës apelit. Kush ishte brenga më e madhe? Ati adoleshenti që sot është baba? Brenga më e madhe natyrisht është mungesa e lirisë. Ata nuk kërkojnë asgjë tjetër veç se kërkojnë lirinë, dalin, t'jenë të lirë, t'jenë si gjithë qytetarët e kësaj bote, që fëmijët e tyre nesër mas nesër, kur djali 30 pak, shkojnë në shkollë, të arsimohet, mos mesin analfabet, shumë prej tyre nuk dinë të shkruajnë apo të lexojnë. Për gjithë ato institucione, sa ndjehet dora edhe brenda ngujimit të tyre? Dora institucioneve? Po, dora institucioneve. Folëm për gjithë këto institucione. Shumë pak. Ka patur një projekt ku mësuesit duhet shkonin në shtëpitë e tyre për të dhënë mësim, herë shkojnë, herë nuk shkojnë, por prap nuk është njësoj. Edhe sikur të shkojnë, sikur projektit zbatohet në mënyrën më të përpikt të mundshme, prap ai fëmijë nuk do të mund të marrë atë arsimim duhur si gjithë pjesa tjetër e shoqërisë, sepse nuk jeton me tjerët, nuk është në botën e fëmijëve. Lodrat e tyre në shtëpitë e tyre është arma, është mungesa e lirisë, është mos dal në borë sepse do më gjuaj hasmi. Pra, dhe gjithë këto fëmijë rriten pastaj me këtë lloj fryme dhe krijohen stereotipe të rrezikshme për jetën e shoqërisë, edhe nëse lirohen, edhe nëse dalin, nëse gjejnë gjuhën e pajtimit pas gjithmonë mbeten një kontingjent i rrezikshëm. Një kontingjent i rrezikshëm dhe gjithnjë agresor në shoqëri. Dhe është detyra e institucioneve fetare për t'i tërhequr pranë gjirit të tyre dhe pranë Zotit, pikërisht këta individ për të mos u kthyer ai kontingjenti i rrezikshëm. Elonë dashur, do doja ndaloja pak tek fondacioni, jo gjakmarrjes, pro jetës. Si lindi ideja i këtij fondacioni? Në fakt, në momentin kur Tani është vrarë, ai kishte në çantën e tij Biblën edhe projektin për të cilin ai po luftonte. Ishte një projekt që ai po lobonte fort me instanca shtetërore dhe duke vizituar familjet në gjak. Ky projekt ne i ruajmë si të çmuara ato gjërat e momentit të fundit. Ishte ky projekt që Tani kishte, që ne morëm dhe bëm vizionin e fondacionit jo gjakmarrjes po jetës. Edhe ky fondacion u hap për herë të parë në 35 vjetorin, ishte ditëlindja e parë e Tanit pas ikjes së tij. Tani ka ikur 34 vjeç, në 35 vjetorin ne hapëm fondacionin jo gjakmarrjes po jetës. Edhe në këndvështrimin ton kjo është si një pishtar, si një flak që ne nuk duam ta lëmë të shuhet, por të vazhdojmë përpara, sepse unë mendoj që gjithmonë do të ketë në shoqërinë shqiptare do të ketë individ që kanë me vazhdu, me luftu e me punu e me shpresu që Shqipëria do të bëhet më mirë. Kështu që ne patëm këtë lloj mundësie për të themeluar fondacionin dhe përveç se me anë të fondacionit ne ndihmojmë familjet e ngujuara, bëjmë vizitat në shtëpitë e tyre. Si është monitorimi Eloni këtyre familjeve, duke qenë se statistikat është një nga plagët më të mëdha tonat si shoqëri që jemi? Po, diçka pozitive që ka ndodhur, sepse së fundmi qeveria shqiptare ka pranuar fenomenin si realitet në Shqipëri. Numri madh i azil kërkuesve në Gjermani ka treguar që një ndër arsyet kryesore pse njerëzit kërkonin azil dhe kryesisht nga qyteti i Shkodrës ishte preteksti apo fenomeni gjakmarrjes. Kështu që qeveria shqiptare ka pranuar që ky fenomen ekziston dhe kjo është diçka pozitive sepse ne nuk mund të luftojmë dot diçka që nuk e pranojmë që ekziston. Së pari duhet të themi që është aty dhe pastaj duhet të gjejmë strategjitë e duhura për të luftuar një fenomen. Pas monitorimin që i bëni këtyre familjeve, do doja të dija ku konsiston fondacioni, me çfarë merret kryesisht? Po, ne ndihmojmë me ushqimet bazë. Ne kemi kuptuar që varfëria është një plag, por deri diku e gjen zgjidhjen për sa kohë je i lirë mund të hash bukë. Ndërsa fenomeni gjakmarrjes ka një miks të vërtet tragjedish, sepse nuk është vetëm varfëria, sepse burrat, shtyllat e shtëpisë së rinë të ngujuar
edhe me frikën e vdekjes, është mungesa shpresës për një të ardhme. Ato familje nuk din nëse nesërmja do t'jetë si e sotmja. Edhe për ne, nga fondacioni, kur shkojmë edhe vizitojmë familjet, është një shpresë e brëndshme, që ne duam që këto familje të jenë në të njëjtin status edhe në të njëjtën gjendje ditën e nesërme. Ne ndihmojmë me ushqimet bazë, ndihmojmë nga ana psikologjike këto familje, nga ana shpirtërore, mjekësore. Kemi bërë projekte të ndryshme dentare dhe mjekësore për familjet. Vetëm që ata të mund të shikojnë që ka njerëz të tjerë afër që mund t'i kuptojnë dhimbjet bashkë me ta. Një akt vërtet human. Ai pështari që ju pas keni ndezur për bashortin tuaj të ndjerë, do të thotë që ka ndihmuar shumë njerëz në qytetin e Shkodrës. Pak më parë lexoja komente që kanë ardhur për historinë që ju keni rrëfyer ditën e sotme, dhe dikush shkruan që keni ndryshuar mendimet e tij, keni ndryshuar gjithashtu dhe pjesën e jetës se si do ta shikojmë më vonë. Ju më pas mund t'i lexoni vetë se sa komplimenta keni në ditën e sotme për këtë histori tuajën që keni rrëfyer. Gjithsesi, po. Do të shtoja diçka, përqendruar tek kjo pjesë se ne thamë vetëm të realitetin më të vështirë, por ka dhe prej atyre që falin. Për shembull, vitin që u mbyll, janë rreth 14 ose 15 familje që kanë shtrirë dorën e pajtimit dhe këto raste janë duke u shtuar. Fenomeni i gjakmarrjes pas vitit 2001-2002 ka ardhur duke rënë dhe dora e pajtimit është shtruar. Duhet ta themi edhe këtë pjesë është shumë e rëndësishme për ta nxitur dhe për ta thënë në këtë pjesë dhe për të qëndruar te komunitetet fetare. Arshipeshqvi i Shkodrës, i Zot Angelo Masafra, i Arshipeshqvisë Shkodër-Pult, ka deklaruar që e ka thënë edhe kohë më përpara, por edhe kohët e fundit e ka thënë që ai që vret për gjakmarrje kisha e ç'kisheron. Pra dhe kjo është shumë e rëndë për besimtarët e vërtet të besimit të krishterë dhe edhe kjo është një lloj nxitja, ashtu siç edhe në anën tjetër komuniteti musliman ka bërë shpeshherë thirrje për paqe, për falje, për pajtim. Dhe vjen shumë mirë që rastet e pajtimit janë duke u rritur dhe shpresojmë që ky fenomen të përmbyllet, por besoj që duhet fort edhe dora e shtetit. Mirë, do flasim me komentet e dy specialisteve tona, vetëm pas pak në lidhje me fenomenin e gjakmarrjes. Do vazhdojmë bashkëbisedimin edhe me pastoren ton, fillimisht një hapësirë e shkurtër publicitare. Miqtë e mi, jemi rikthyer në studio, vazhdojmë bashkëbisedimin me pastoren, e cila ka tashmë jo vetëm aktivitetin në krye të kishës ungjëllore dhe të fondacionit jo gjakmarrjes dhe po jetës, por edhe në lidhje me shtetin dhe pranimin e shtetit, të cilin ti e falenderove përpara se dilim në hapësirën publicitare. Megjithatë, puna jote konsiston që në lidhje me shtetin ju keni shkuar edhe përtej kufijve të Shqipërisë, në Bashkimin Evropian në Bruksel, pikërisht për t'i thënë stop këtij fenomeni kaq shumë shqiptar, apo jo? Më thuaj pak për këtë lloj aktivitetit tëndin dhe kontribut që ti ke. Një nga synimet e fondacionit nuk është thjesht të ndihmojë familjet e ngojuara, sepse është tamam si të ushqesh fëmijët që të rriten edhe pastaj të vriten për gjakmarrje. Por paralelisht duke ndihmuar familje, duke i vizituar ato, ne mundohemi dhe me instanca shtetërore për të vënë dukje dhe për t'i nxjerrë këto familje në pa, për të bërë zëri atyre që nuk flasin dot. Nëse ne kemi mundësinë për të shkuar në zyrat e ministrave të ndryshëm për të thënë që shiko se ky fenomen ekziston, atëherë ne mundohemi që të bëjmë këtë gjë. Dhe për mua është si një sfidë për ta bërë, për të lobuar fort e për të ngritur zërin fort për të luftuar këtë fenomen, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Parlamentin Evropian, në Bruksel, edhe kudo që jam. Si është performanca jote, Elon, përballë këtyre individëve ku një pastori, një femër, tregon për këtë fenomen kaq shumë të egër dhe që duhet, ndoshta është një realitet absurd për Parlamentin Evropian, për Brukselin, etj. Më thuaj pak, çfarë flasin ato kur të kanë përballë ty? Në fakt, dhe që ti je një nga viktimat e këtij fenomeni. Kjo është një nga avantazhet e mia dhe unë mendoj kjo është një nga trashëgimit më të pasura që bashkëshorti im më ka lënë, është
është fakti që unë nuk flas nga njohuria intelektuale, unë flas nga eksperienca jetës time dhe nëse unë kam kaluar aty, nëse kam kaluar këtë lloj dhimbje, nuk mund të harroj dot njerëzit që janë duke kaluar këtë gjë. Sepse është e lehtë të dalësh nga sfida jote dhe të vazhdosh jetën duke mos menduar që ka të tjerë në të njëjtën sfidë. Dhe kjo është një ndër arsyet pse unë jam në këtë studio sot, për të thënë që edhe njerëzve, për të bërë zëri edhe atyre njerëzve që po kalojnë në të njëjtën gjë, për të thënë që duhet jenë të fortë edhe ka shpresë. Po, ashtu si që tha Angela pak më përpara, ndërkohë ne në kohë reale shikojmë edhe komentet tona në faqen tonë të Facebookut, emisioni Me Zemër të Hapur, dhe aty vinë mendimet edhe të gjithë atyre që po na ndjekin. A ndjehesh mirë teksa komenti që përmendi edhe psikologja jon Angji pak çaste më parë është që ti në këto momente tashmë ke bërë që njerëzit të ndryshojnë mendim mbi jetën. Si ndjehesh ti, Elon? Ndihem që misioni po përmbushet. Nuk është diçka që më bën mua të suksesshme, por është, nuk e di, nuk di se si të shpjegoj, është një ndjesi e brendshme për të parë që njerëzit po arrin në pikën për të kuptuar që jeta është e bukur dhe duhet të jetohet dhe duhet të shikohet edhe nga një perspektivë tjetër, sepse ne përballemi me situata të vështira, përballemi me gjëra të ndryshme ditë për ditë, përballemi në momentin që hapim lajmet, dëgjojmë plot lajme të këqija që na sjellin trishtim, por janë pak ato gjëra pozitive që edhe që nxjerrin në pa bukurinë e jetës. Kështu që për mua kjo është, nëse mund të fokusohemi më fort që jeta është edhe e bukur, përderisa nuk mungojnë komentet negative mbi jetën, është si një përmbushje e misionit. Elon, ndihesh më shumë vlonjate apo më shumë shkodrane? Në fakt është e vështirë për ta thënë këtë gjë, por vitet e jetuara të jetës time janë më shumë në Shkodër. Dhe kur unë bëj një koment mbi faktin e origjinës time, them jam një vlonjate shkodranizuar. Po, folëm pak më përpara se ti e gjysma më e mirë e Tanit. Ndërkohë që ka mbetur ajo gjysma tjetër, e cila besoj se dikun po na shikon dhe duhet jetë krenar për misionin tënd dhe për amanetet e çuara deri në fund. Apo plotësohet puzzle-i i gjysmës tjetër të Tanit pak e nga pak, i referohem këtu djalit dhe asaj që të bëri ty të shkundeshe nga zemrata që kishe brenda vetes tënde dhe që ti e tregove dhe më preke realisht shumë me thënien e djalit tënd, ku aktualisht ai është një adoleshent 16 vjeç dhe vajza 13 vjeçe. Më flit pak për këtë puzzle-in tjetër, apo mbushet dal nga dal ajo gjysma tjetër e Tanit? Në fakt është vështirë të thuhet, pasi ne jeta jona apo ecja jonë është në formë horizontale dhe ti shikon sa larg mund të shikosh me sytë e mendjes apo me sytë të fizik. Duhet të jesh nga një pozicion më i lartë për të parë gjithë pamjen në tërësi. Por nëse njeriu bën më të mirën që di në çdo kohë, edhe nëse bën gabim, nuk është gabim, sepse është më e mira që di. Dhe për mua kjo është një parim në jetë, që për sa kohë unë di diçka, do bëj më të mirën e asaj që di. Dhe pastaj në fund është dikush tjetër që gjykon veprat edhe jetën, nuk jemi ne. Dhe unë nuk mund të them që puzzle-i po përmbushet. Unë e di që ka diçka përpara që do të jetë ndryshe, e di që gjërat mbajnë në kontroll nga një fuqi më e lartë dhe ky është Zoti. Dhe unë bëj pjesën time për sa më takon mua. Njerëzit nga njëherë i kap një lloj indiferencë dhe apatie për të thënë jam pak, jam i vogël, edhe kjo ka ndodhur edhe me mua. Ka qenë një luftë e brendshme që edhe kanë qenë dhe zëra në komunitet dhe në qytetin e Shkodrës që ajo që ju po bëni është vetëm një vrim në ujë. Edhe për mua ka qenë për sa kohë që unë di të bëj vetëm një vrim në ujë, unë do bëj vrimën në ujë. Në momenti që unë do di të bëj diçka tjetër, do bëj diçka tjetër, por unë nuk do të qëndroj duke mos bërë asgjë. Dhe kjo është mirë që të filloj secili nga vetja e vet. Është shumë bukur kur bëhen të gjithë bashkë dhe ndikimi është akoma më i madh, por në fakt kur janë të gjithë bashkë bëj atë që di të bësh. Elon, po në jetën tënde personale, sa e vështirë është tashmë e vetme të menaxhosh dhe 2 adoleshentë? Nuk ka qenë e vështirë, sepse të 2 fëmijët kanë qenë të mbar, edhe mendoj që vazhdon akoma të flas për këtë. Kur ju thatë më parë unë jam gjysma më e mirë e Tanit, unë zbie dakord me këtë, sepse gjysma më e mirë e imja ishte Tani. Edhe e thash edhe më përpara që trashëgimia që ai na ka lënë neve është pasuria më e madhe. Edhe sot fëmia im, djali im dhe vajza rriten duke e parë babin e tyre si hero.
Dhe kjo ka qenë një ndihmë e madhe, sepse prapë në shoqërinë shqiptare ne kemi tabu të flasim për njerëzit që vriten, për të vdekurit, kemi tabu të tregojmë çdo detaj fëmijës për gjërat që ndodhin, por mendim nga shumë miq të mi perëndimor, unë kam ditur të këshillohem edhe të veproj me fëmijët e mi në një formë tjetër. Të flasë për babin e tyre, të mund të qajmë bashkë, të mund të qeshim bashkë, të mund të shohim kujtimet bashkë, edhe për te kësaj të mund të shohim që trashëgimia që ai na ka lënë është e bukur. Në qoftë se kjo gjysma jote më e mirë, po të shikonte diku në këtë rrëfim jetësor tëndin, mbas pranisë së tij, çfarë do mendonte për ty në këto momente? Çfarë do të thoshte? Nuk e di, edhe unë do isha kurështare të dija këtë gjë. Më qishe zonjat e publikut. Ishte shumë e mëndshme. Mua më vjen situatë zakonisht mirë, sepse ne shohim në studio televizive që ftohen edhe femra, gra, në karrierë, me kontribute e tjerë, edhe biles shumë herë janë paka shumë të njëjtat fytyra, ndërkohë që në jetën reale, në problematikën e madhe që ka shoqëria shqiptare, ka femra dinjitoze, ka femra që luftojnë për jetën e tyre, luftojnë me vështirësitë, luftojnë me dhimbjet e tyre të brendshme, luftojnë me dhimbjet e fëmijëve të tyre, luftojnë me psikologjinë, me mentalitetin e shoqërisë ku jetojnë, të atij mini komunitet ku jeton, luftojnë për të futur norma të reja, për të futur psikologji të re në shoqëri. Këto janë modele. Këto janë modelet që duhet i shikojnë njerëzit në për studio televizive. Nuk janë modelet ato të cilat të regojnë thjesht, si lyhen, si vishen, që fustani kanë veshur. Ato është një pjesë fare vogël, krahasim me femra të tilla kaq dinjitoze, kaq këmbgulse, kaq kurajoze, kaq me vullnet për të bërë më të mirën për veten e vet, për një komunitet, për të gjithë shoqërinë. Kështu që jeni shumë të respektuara ju zonja. Jeni këtu sot me neve, po njëkohësisht dhe kjo studio, e cila ka nderin që ta ketë një femër, e cila është model në rrugën që ka zgjedhur, po njëkohësisht një model për mirë për shumë e shumë gra dhe për shumë e shumë burra të tjerë për shoqërinë shqiptare. Ke përgëzimet e mia, si thua është adorabël kjo gjë, do të thënë adurueshme për shoqëri. Nëse ndalemi ke problemi konkret i hakmarrjes, hakmarrja apo gjakmarrja, siç e kemi cilësuar ne në gjuhën e Shqipërisë, është shumë e vjetër, aq e vjetër sa deri në atë kohë kur shkruhej me një deg peme mbi hirin që lëshonte zjarrin në vatër. Aq e hershme sa deri kur dhe me një kongjill shkruan mbi një plak guri, apo deri dhe kur me një pend e lyer me boj, filluan të shkruan dhe mbi karta, mbi letra. Domethënë është një fenomen i përhershëm i shoqërisë. Natyrisht në Shqipëri ne njohim personalitete shumë të rëndësishme, si Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, i cili ka luftuar kundër hakmarrjes, gjakmarrjes, përçarjes e tjerë. Kemi njëkohësisht Lek Dukagjinin, i cili bëri përpjekje duke pat parasysh që ta përmirësonte kanunin, sepse kanuni prej shekush vepronte si një common law angles në Shqipëri. Domethënë ky ishte, si thua, ligji shqiptar. E përmlodhi, e u tregua shumë i kujdesshëm Shtjefën Gjerçovi, ku në fillim të shekullit 20 edhe e nxori kanunin e Lek Dukagjinit. Po dhe me këto përpjekje përsëri, ky fenomen ekzistoi në Shqipëri. Në kohën, siç e përmendi edhe Elona, edhe Zotria, në kohën e regjimit socialist, shteti ishte shumë i vëmendshëm dhe thuajse kishte shifra minimale të parëndësishme në lidhje me gjakmarrjen, vrasjet për gjakmarrje. Kurse në vitet e tranzicionit që nga 90-ta kemi një shtim të madh të numrit të gjakmarrjeve, të vrasjeve që vijnë për këtë arsye. Kështu që është e vërtet edhe shqetësimi që nuk ka statistika, domethënë shumë të sakta, me aq sa kam arritur unë që ti studioj, ti vëzhgoj në për portale të ndryshme, në për statistikat të qeverisë e tjera, domethënë llogaritet që gati 20, diku thuhesh 20 në vit, dhe diku tjetër theksohesh që janë rreth 3000 të vdekur nga viti 90 deri në vitin 2016 për arsye hakmarrje. Por dhe këto nuk janë shumë eksakte. Cili është raporti më i fundit i një komisioneri të OKB-s tregon që në Shqipëri ky fenomen ka ardhur duke u rralluar dhe ne e shohim që ka ardhur duke u rralluar, njëkohësisht shkaku nuk është si ai viteve më parë që thjesht përpron,
tani kanë hyrë dhe këto tregtit që i dim ne të grupeve të ndryshme kriminale dhe ndajnë parat e drogës, të krimit e tjerë, të krimit organizuar e tjerë. Pra, si thuash, shkaku edhe disi është zgjeruar gama e hakmarrjes, por në fakt edhe ka ardhur duke u rralluar. Nuk është ajo gjakmarrje tipike viteve 90 apo mbas 97-s kur u hapën nga shteti asaj periudhe, nga presidenti asaj periudhe, gjithë depot e armëve dhe të gjithë morën armë dhe kishin shumë kollaj që të bëni një veprim të tillë. Urdhra. Do thoja diçka. Edhe në kodin penal ku tashme vite fundit është shtuar gjakmarrja, në mendimin tim, edhe pse jo i fushës, paktën në perceptimin tim, është shumë e gabuar ku hakmarrja bashkë me gjakmarrjen, pra thuhet ai që vret për hakmarrje ose gjakmarrje dënohet me 30 vite burg. Po, deri dhe ose burgim të përjetshëm. Hakmarrja është krejt një tjetër koncept dhe gjakmarrja është krejt një tjetër koncept. Dhe do ta ndaj psikologja më vonë, po. Sa i përket shifrave shkurt, ne për pak nuk na quan në burg kryetarin e shoqatës pajtimit Gjaqeve, i cili jepte shifrat reale dhe prokuroria kur bëri një evidentim të saj dha shifra krejt minimale. Ai zotëria jepte shifrat krejt reale, këto që ne thamë dhe ju përmendët dhe për pak sa nuk na e bërgosën. Jo, si për shkak të kallëzimit të remë, senat mund ta burgosnin, ta ndëshkonin? Kur shkon tek familjet, ata thonë që s'jam i ngujuar, por në fakt ai rri gjithë ditën i ngujuar dhe është një problem shumë i madh. Po, duhet diskutuar edhe ky fenomen. Mund të jap edhe një ide pak më tepër. Sipas një reporteri të OKB-s, theksohet që në Shqipëri është rralluar, si thuash, në shumë raste është keq interpretuar, është zmadhuar dhe shkaku është për përfitime materiale. Dhe ky është fakt. Meqense ju e thatë do theksua në këtë studio dhe problemi e emigracionit, të paktën unë kam dieni dhe për këto gjëra, shumë njerëz kanë përfituar në mënyrë të padrejtë, kjo është reale, jo vetëm në Gjermani, në Bruksel e tjerë, duke theksuar si arsye të kërkesës së tyre për azil politik, për arsye hakmarrje, ndërkohë që nuk ka qenë kjo. Kështu që unë nuk hyj në çështjen konkrete që është hetuar dhe është në hetim ndoshta akoma nga prokuroria shqiptare, por faktikisht kanë abuzuar me këtë gjë. Dhe ajo që është më e rëndësishme, nuk është thjesht, domethënë përpunimi i ligjeve që dënon gjakmarrjen, sepse janë bërë përmirësimet, u bën në 2007, u bën në 2013 të kodit penal në lidhje me gjakmarrjen, rëndësishme është që të kesh dhe kushte që shmangin gjakmarrjen. Dhe shoqëria shqiptare në vitin 2017 tani, mbasi ka ligje të përmirësuar, ka një kod penal të përsosur në përputhje me fenomenet e reja të gjakmarrjes, rëndësishme është që tani duhet kemi kushte reale, që njerëzit të jenë të punësuar, të kenë të ardhura, që njerëzit të kenë shkollat, mundësi të shkollimit të tyre, të rritjes së përgjegjësisë të Ministrisë së Punës, së Ndihmës Sociale, të njësive administrative, të bashkive e tjerë, si thua një përpjekje përbashkët e gjithë shoqërisë shqiptare në mënyrë këta njerëz të jetojnë edhe më mirë ekonomikisht, të ndjekin shkollat normalisht, të ketë përgjegjësi se cili institucion dhe ata të ndjehen realisht të lirë. Pra edhe në mendjen e tyre të mendojnë veten që janë qytetarë të lirë të Shqipërisë dhe që të mundit i kenë të gjitha të drejtat. Ashtu si që bëri dhe pastori i Ndier, u rikthye nga jashtë për të vënë në shërbim të komunitetit të qytetit të tij dhe të vazhdonte jetën e lirë, por që jeta e tij u ndërpre në mes fatkeqësisht, por që mua më vjen mirë që kemi këtë shembull, gjysmën më të mirë të Tanit, ditën e sotme në drejtim të kishës dhe tashmë Elona është pastore, por edhe të një ngritje fondacioni dhe një zë shumë e mirë i shqiptarëve në Bashkimin Evropian. Kjo është e vërtet, nëse fjala shpeshherë kur mbaron emisioni, për t'i thënë diçka edhe Elonës edhe zotrisë, dalim të trishtuar duke lobuar fort për t'i ndihmuar njerëzit, për të qenë në nevojë të mjekësisë, në nevojë të varfërisë, në nevoja të ndryshme që ata paraqesin edhe të gjakmarrjes edhe të ligjit. Kësa radhe do të dalim e lumtur nga kjo studio, sigurisht unë dhe zonja Nexha, ashtu sikurse dhe Evisi, duke marrë mesazh shumë human nga ju sot dhe duke marrë me vete shumë mendime që ne i mbartim brenda vetes.
Të falësh do të thotë të dalësh nga burgu i vetes tënde. Të paktën unë këtë mesazh mora sot në fillim që ju rrëfyet një histori. Shikoj një histori jo të rastësishme, shikoj një histori që është në jetën tuaj ndoshta për të rrugtuar në këtë formë dhe në këtë mënyrë. Fenomeni i gjakmarrjes është shumë i treshtueshëm dhe gjithashtu është shumë tragjik. Jo vetëm për vrasjen që ndodh midis dy personave, siç ka ndodhur në rastin konkret, po mbi të gjitha për fatkeqësinë që sjell për familjarët, për fëmijët dhe të gjithë pasojat që këto kanë. Janë pasoja të pafajshme dhe bashkëshorti juaj u vra se ishte i pafajshëm, nuk ishte kursesi asnjë faj për atë çka bëri xhaxhai i tij, vetëm se një mbiemër, një fis bënte të mundur që ai t'i kanose jeta dhe t'ishte i rrezikuar. Por t'i dalë zemrimi i Elonës që e tregoi jashtëzakonisht bukur sa na ka emocionuar ditën e sotme në këtë studio, e bëri të reflektoi, djali aktualisht është 60 vjeç, në atë kohë që e bëri nënën e tij të reflektonte, ishte vetëm 10 vjeç. Më flit pak për këtë moment dhe për këtë marrëdhënie të Elonës me djalin dhe jo vetëm, se kemi dhe vajzën. Si ka mundësi një 10 vjeçar të shkundit dhe të thotë që zemrimi nuk duhet vazhdojë më? E vërteta më e madhe del nga goja e një fëmije dhe çdo gjë që thot një fëmijë është me shumë sinqeritet dhe me shumë dashuri për brenda tij. Nuk janë dyshimet negative, nuk janë mendime që shpeshherë bota duke patur të mirën dhe të keqen e saj mund të dominojnë tek njeriu. Nga fëmia ka dalë një vërtet shumë e madhe, një sinqeritet dhe një dashuri për mënyrën se si ai shikonte jetën dhe si e perceptonte një 10 vjeçar. A është kjo e rastësishme që atë ditë duhet kalonte Elona me djalin 10 vjeçar përballë gjykatës së apelit? Është pyetja që unë ngres se ma referoi dhe vetë Elona pak më përpara. Unë mendoj se nuk janë të rastësishme asgjë që ndodh në jetë, gjithsesi kjo është një mendim subjektiv i imi, nuk e di se si mund ta perceptoj pjesa tjetër e dëgjuesve tan. Megjithatë, mendoj që mesazhi dhe misioni që ishte nisur sot për emisionin me zemër të hapur është përçuar dhe është dëgjuar nga shikuesit e emisionit ton. Të falësh dhe të disit bësh paqe me vetveten është shumë e rëndësishme, jo vetëm për fenomenin e gjakmarrjes, po për çdo ndodhi dhe për çdo ngjarje që ndodh në jetën tonë. Të shikosh pikërisht anët pozitive për të krijuar shpresë dhe për të vijuar rrugtimin tënd të jetuarit dhe të bashkëpunuarit me njerëzit që ne na rrethojnë, me familjarët, me shoqërinë dhe atë çka ndoshta jeta na jep mundësinë për të bërë mirë. Kjo është një nga gjërat më të bukura. Do flas përsëri për rastësinë, përpara se të kaloj tek avokati zonja Nexhi Beqiri, a është e rastësishme edhe lidhja e Elonës me Dritanin dhe këtë do thoje, ta mora mendimin. A është e rastësishme dhe njohja e tyre, sepse Elonën sot e kemi në krye të misionit që nisi tani. Të jetë pastore, të jetë nënë e dy adoleshentëve, të jetë në drejtim të një fondacioni kuptim plot. Kjo është një ngjarje krejtësisht me një fytyrë tjetër dhe me një ngjyrë tjetër, jo vetëm të kishës, por edhe të emisionit sot, që është 12 vjet transmetim live i përditshëm. Unë do të thoja që çdo gjë e nisur në gjenezën dhe në zanafillën e këtij çifti, siç ishte Elonës dhe pastorit të tjerë të Dritanit, sigurisht që ka bërë të mundur vimësia dhe çdo gjë ardhur pas projekti, pishtari që e quan Elona për projektin e tij Stop. Falja e gjakut vetëm 3 ditë mbas vdekjes së Dritanit. Kjo është një shembull. Amaneti që ai kishte lënë. Kjo është një shembull dhe është gjithashtu një mesazh shumë i rëndësishëm për të gjithë ato që janë gjendur në pozicionin e Elonës. Elona mëson dhe në këtë formë i ndryshon mendimin dhe të tjerëve. Gjakmarrja dhe hakmarrja, ashtu sikur se tha dhe zotëria, sigurisht janë dy koncepte shumë të ndryshme. Njerëzit mund të hakmerren duke bërë keq, njerëzit mund të hakmerren me prapaskena, njerëzit mund të hakmerren në mënyra nga më të ndryshme, por të marrësh gjak me pretekstin e kanunit, shpeshherë ka ndodhur që të bëhen vrasje të shumë fishta dhe të ndodhin krime pafund me këtë.
Me këtë koncept, si që është koncepti i gjakmarjes, gjakmarja sigurisht që vjen për hir të atyre 4 kanuneve, kanë qenë më shumë, po 4 kanë qenë ato të cilët kanë dominuar në vendin tonë në Shqipërinë dhe nuk dinë se cilat janë rregullat e saj, cilat janë ato rregulla që Elona kishte lexuar dhe shpresonte në ato rregulla. Unë mendoj se ato rregulla askush më nuk i di, askush është i ngujuar, nuk di se cilat janë rregullat e një kanuni të mirëfillt dhe si duhet kryer dhe si duhet ezauruar një vrasje që merret gjak, që merret jeta e dikujt tjetër. Faleminderit Angela Peza, përfundojmë bashkë avokate sepse kam të kaluar çdo minutazh. Jo, meqense se këtu në këtë studio ne kemi parë rastet nga më të ndryshme, kemi parë dhe ato raste me problematika jashtëzakonisht të mëdha, jo pak, po ka 2-3 ditë që i kishim këtu një ballafaqim midis nusës e vjerrës e tjerë. Unë nuk mund të ikja nga kjo studio sot pa thënë që Elona ka bërë të gjitha këto gjëra se ka dashur shumë tanin e saj. Kështu që kur njerëzit kanë në mes një dashuri të madhe, për atë me cilën kanë dalë jetën, natyrisht sakrifica vjen shumë e madhe, përkushtimi vjen shumë i madh dhe është një modeli pikërisht i asaj që një grua, kur vendos marrëdhënie shumë të mira, kur e do shumë mirë burrin, ditë sakrifikoj për ato që ai kishte në mendjen e vet, për një ideal të madh. Dhe Elona po e çon dhe i uroj vetëm suksese. Faleminderit zonja Nexhi, faleminderit Senat që ishe me mua në këtë studio. Dhe fjala e fundit të mbetet ty e dashur. Çfarë mesazhi do t'i përcjellësh të gjithë atyre që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë sot në këtë studio, sepse kështu bëhet mbyllja klishe e këtij emisioni. Po. Unë besoj që ne është një shprehje që thotë ne nuk mund të kontrollojmë dot gjërat që na ndodhin në jetë, por ne mund të kontrollojmë mënyrën se si reagojmë ndaj gjërave që na ndodhin në jetë. Nganjëherë nuk është e dur thjesht të reagosh, por më e bukur është të jetosh. Unë kam 2 parime si lampa në shtegun tim dhe e para është të falësh edhe kur është e vështirë, edhe të duash edhe kur të dhëmbë. Këto të dyja sigurojnë lirinë e plotë të një personi. Liria apo burgosja nuk është ajo fizike, më e madhja është ajo shpirtërorja. Nëse ti mund të falësh edhe mund të duash, do të jetosh i lirë çdo ditë. Faleminderit e dashur dhe sidomos për këtë apel të fundit. Falni dhe dashuroni, kjo është thirrja e pastores tonë, e cila ishte personazhi i emisionit Me Zemër të Hapur. Ju me komentet tuaja mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të Facebookut për rastin e ditës ku shembull frymëzimi ishte zonja Elona Proj në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në faqen tonë të Facebookut mund të bëni denoncimet tuaja për të bërë personazh të kësaj studioje. Rastin e ditës mund ta ndiqni edhe në agjensinë Balkan Web. Faleminderit edhe një herë Balkan Web për gjitha rastet që jep dhe pasqyron drejt për së drejti në faqen tuaj zyrtare. Bashkë takohemi ditën e hënë në mesditë, deri atëherë një fundjavë sa më të këndshme, pa strese dhe pa probleme.